Tashmë është rradha e Dreva Sulollarit. Do të ndjekim fjalimin e saj. Ju lutem vëmendje. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, të dashur miq. Së pari duhet të falenderoj Aldo Sulollarin dhe Kalil Aserjan, si edhe shoqatën e gjatë, që gjithmonë na jep mundësinë të flasim mbi të drejtat, për shqetësimet e fëmijëve, të nënave, të larguarve etj. etj. Tani, sot unë jam këtu si një zë për ata që shpesh nuk dëgjohen. Ne jetojmë në një shoqëri ku njerëzit përballen me vështirësi, me padrejtësi dhe me ndjenjën e baratisjes. Ka individ që ndihen të harruar, të përjashtuar dhe pa mbështetje, dhe kjo është një realitet që nuk duhet ta pranojmë në heshtje. Si aktiviste unë besoj se ndryshimi fillon nga ne, fillon nga ndërgjegjësimi, nga guximi për të folur dhe nga vullneti për të vepruar. Nuk mjafton të shohim problemet, duhet të gjejmë pjesën e zgjidhjes. Nuk më mjafton të ndjejmë keqardhje, duhet të tregojmë solidaritet. Çdo njeri meriton të ndihet i vlerësuar, i respektuar dhe i mbështetur, pavarësisht së kaluarës apo rrethanave. Askush nuk duhet të lihet pas. Dua ta lidh çik edhe me fëmijën tim të vogël, Aldo Sulollari, kur ka qenë i vogël, nuk e di se ç'gabim bëri, edhe jati i ngre pak zërin, edhe i thot, "Dëgjoj këtu babi, unë kam të drejtat e mia." "Ua," thot ai, "u habit. Çfarë të drejtash ke ti?" "Unë kam të drejtë të dëgjohem, kam të drejtë të kem një shtëpi, kam të drejtë më respektosh, kam të drejtë të shkollohem, kam të drejtën e jetës dhe të leximit dhe të gjithçka tjetër." Ai buzëqeshi dhe mori në qafë. Bravo! Kam gjithë ta lidh çdo konferencë me diçka të jetës time. Sot ne kemi mundësi të bëjmë një ndryshim, qoftë edhe të vogël, një fjalë të mirë, një veprim i thjeshtë, apo një dorë e zgjuar mund të ndryshojë jetën e dikujt. Le të jemi më të ndjeshëm ndaj njëri tjetrit. Le të jemi më të bashkuar. Le të jemi zëri atyre që nuk kanë mundësi të flasin, sepse një shoqëri e fortë është ajo që kujdeset për të gjithë. Faleminderit.